فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Për atë ngjarje Zoti dërgoi një sorë që të bënte një grop në tokë që ai Kabilit të mësonte se si ta mbulonte trupin e vllait të vet. Kabili tha: "Vaj për mua, a nuk qen kam i Zotit të bëhem as sa kjo sorë e të mbuloj trupin e vllait tim?" Dhe kështu u bë nga të penduarit. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Niametullah Efendiu thonë se Kabili pasi vrau vllain e vet Uhabit dhe nuk dinte se ç'të bënte me trupin e vdekur, sepse deri në atë kohë kishte vdekur ndonjëri prej bijve të Ademit. Atëherë Zoti dërgoi dy sorra të cilat u zon shoqe me shoqe dhe njëra e mbyti tjetrën. Pastaj sorra mbytës se gërmoi tokën me sqep e me thonjë dhe e mbuloi sorrën e ngordhur në syt e Kabilit. Nga veprimi i sorrës, Kabili kuptoi se qysh duhej ta mbulonte trupin e vllait të vet. Pastaj tha: "I miri un, a nuk qen kam i Zotit të bëhem si kjo sorë e të mbuloj trupin e vllait tim, më mart mortja. Unë qen kam më i paditur se sorra." Ja kështu ai u bë nga të penduarit. Siç shihet, pendimi i Kabilit nuk është për vrasjen që bëri, por se e shihte veten më të ulët se sorra, prandaj ai pendim nuk sjell faljen e tij në ahiret. Ebu Sud Efendiu thotë se i madhi Adem megjithse ka jetuar edhe 100 vjet pas asaj ndodhie, ai asnjëherë nuk qeshi më, por gjithnjë ka qenë i mjeruar prej atij shëmtimi që i ndodhi ndër bijtë e tij. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Për këtë e bëm farz kisasin mbi Beni Israilët dhe u tham atyre kush vret një njeri, jo për kisas dhe jo pse ka nxjerr nga tresa në faqen e dheut, është si të ketë vrarë gjithë njerëzimin dhe kush shpëton një njeri prej rrezikut, është si të shpëtojë gjithë njerëzimin. Atyre Beni Israilëve u erdhën pejgamberët tanë me mrekullira të dukshme, por shumica e tyre dhe pasi u kishin ardhur argumentet në faqen e dheut, janë shkelës të kufirit të sheriatit, musrif. Shpjegime. Për këtë, nga se vrasja sjell dëme të mëdha, e bëm farz kisasin mbi Beni Israilët, duke u thënë atyre kush vret një njeri, jo për kisas dhe jo pse ka nxjerr nga tresa në faqen e dheut, kushdo që vret një njeri pa të drejtë është si të ketë vrarë gjithë njerëzimin. Pra aq i rëndë është faji i tij, por edhe kush shpëton një njeri prej rrezikut është si të shpëtojë gjithë njerëzimin. Aq shpërblim të madh ka ai. Bejzaviu thotë se me këtë ajet Zoti ka për qëllim ruajtjen e njerëzve nga vrasja, e cila shkrim tepër i madh dhe ndëshkimi për vrasësin është shumë i rëndë. Nga frazat, jo për kisas dhe jo pse ka nxjerr nga tresa në faqen e dheut, kuptohet se Zoti ka përjashtuar nga ndëshkimi për vrasjen dy kategori njerëzish. 1. Ata që vrasin për kisas, do me thënë pushtetarët që ekzekutojnë vendimin për dënimin e vrasësit, ata nuk kanë ndonjë mëkat. 2. Pushtetarët që për të siguruar qetësinë e vendit, dënojnë me vdekje ndonjë nga trestar, edhe në këtë rast ata nuk kanë ndonjë mëkat. Se cilët janë ata që nxjerrin nga tresa do tregohen në ajetin që vjen më pas. Atyre Beni Israilëve u erdhën pejgamberët tanë me mrekullira të dukshme, por shumica e tyre dhe pasi u kishin ardhur ato, në faqen e dheut janë musrif. Shumica e Beni Israilëve megjithse atyre u kanë treguar pejgamberët punën e vrasjes, që është krim i madh, përsëri guxojnë shumë në punën e vrasjes. E ka përcen kufirin e sheriatit deri në atë mas sa të vrasin edhe pejgamberët, prandaj për treguar ndëshkimin që do të kenë ata në dynja e në ahiret, Zoti ynë urdhëron e thotë: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ndëshkimi atyre njerëzve që luftojnë Zotin e pejgamberin e tij dhe që mundohen të nxjerrin nga tresa në faqen e dheut, është vetëm që ata të vriten ose të varen ose të priten duart e këmbët nga anë të ndryshme ose të dëbohen nga vendi. Ky ndëshkim për ata është poshtërim në dynja dhe në ahiret për ata ka një ndëshkim shumë të ashpër. Shpjegime. Fahri Raziu thot me qenë se nuk është e mundur që Zoti të luftohet materialisht, lufta e përmendur në këtë ajet është lufta që u bën njerëzit të dashurve të Zotit e vlijave.
Fraza e ajetit përkthehet edhe kështu, ndëshkimi atyre që kundërshtojnë urdhrat e Zotit e të pejgamberit. Në tefsirin e Taberiut dhe të Hazinit thuhet, megjithse për zbritjen e këtij ajeti tregohen shkaqe të ndryshme, shkaku më i vërtetë dhe me të cilin bashkohen edhe Buhariu e Muslimi është Sivion. Disa njerëz të fisit Aurejne erdhën në Medinë dhe u bën mysliman, mbas disa ditësh ata u smurën nga tuberkulozi. Pejgamberi ka dhënë atyre disa deve të shtetit që të shkonin në fisin e vet që të ndronin klimën dhe i ka porositur të pinin qumësh deveje të përzier me urinën e deveve derisa të shëroheshin. U ka dhënë me vete gjithashtu baritë e deveve, mirë po pas janë shëruar një natë ata kanë vrarë barind, kanë rrëmbyer devet dhe kanë ikur. Për këtë ngjarje pejgamberi ka dërguar një patrull dhe i ka zënë ata të gjallë. Pastaj ka zbritur ajeti për të caktuar atyre dënimin dhe pejgamberi ka urdhëruar të priten duart e djathta dhe këmbët e majta. Disa kanë thënë se dispozita e këtij ajeti është për ata që ndrojnë fen, por më e vërteta, siç thotë edhe Fahri Raziu, është për të gjithë nga trestarët mysliman që presin rrugën dhe prishin qetësinë e vendit. Imam Azemi thotë se caktimi i ndëshkimit për njerëz të tillë i lihet në dorë shtetit dhe nëse shteti e sheh të udhës, ose i vret, ose i var, ose u pret duart e këmbët sipas mënyrës së treguar më lart, ose i burgos, por disa të tjerë kanë thënë se shteti ka detyrë të veprojë kështu. Nëse njerëzit që presin rrugën vrasin ndonjë udhëtar dhe nuk e plaçkisin, shteti i vret ata për kisas, të marrë gjakun e të vrarit. Nëse ata vrasin njerëz dhe i plaçkisin, shteti patjetër i vret, ose i var ata që t'i shoh bota, por nëse ata presin rrugën vetëm për të plaçkitur dhe nuk vrasin njerëz, atëherë shteti mjaftohet duke u prerë atyre vetëm duart e djathta dhe këmbët e majta. Nëse ata presin rrugën vetëm sa për të trembur udhëtarët, atëherë shteti duhet të mjaftohet vetëm me dëbimin e tyre. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Përveç atyre që bëjnë teube përpara se ju t'i kapni, por dijeni mirë se Zoti është falës dhe mëshirues. Kuptimi: janë të përjashtuar prej ndëshkimit të mësipërm njerëzit që bëjnë teube përpara se ju t'i shtini ata në dorë, pra dijeni mirë nëse ata kanë bërë teube përpara se ju t'i kapni. Zoti mëshiron ata dhe duke e pranuar teuben e tyre, ja fal atyre fajin. Shpjegime: Bejzaviu thotë se e përjashtimi prej ndëshkimit në këtë ajet është vetëm për të drejtën e Zotit, do me thënë ata që presin rrugën nëse bëjnë teube përpara se të kapen, shteti nuk ka të drejtë i vras, por teubja nuk e rrezon të drejtën e tjetrit. Atëherë nëse fisi të vrarit kërkon kisasin mbi ata, qeveria ka detyrë të ekzekutojë plaçkitsin e rrugës, dhe nëse ata i kanë plaçkitur udhëtarët, qeveria i detyron që t'i kthejnë të Zotit mallrat dhe sendet e plaçkitura. Një kriminal i tillë ka dobi prej teubes nëse e ka bërë teuben përpara se ta zërë qeveria, por nëse ai bën teube pasi e ka zënë qeveria, teubja e tij konsiderohet e përdunshme dhe nuk i merret parasysh, por dobinë e saj do ta shoh vetëm në ahiret nëse ka bërë teube të sinqertë. Me këtë ajet, i Madhi Zoti ka vënë themelet politikës së vendit, sepse tregon se si mund të ruhet qetësia e siguria që janë aq të domosdoshme për mbarvajtjen e tregtisë dhe sigurimin e jetës së udhëtarëve e të popullit, duke e caktuar ndëshkime të rënda për kusarët e për ngatrestarët. Më në fund Zoti ka treguar edhe se kriminalëve u pranohet teubja e u falen fajet për t'i prurë në udhën e drejtë dhe për t'u bërë thirrje atyre që të ndreqin moralin, sepse shpresohet që shumë njerëz të kësaj kategorie të heqin dorë nga punët e liga dhe mund të bëjnë shërbime të mëdha për njerëzit.